Mirëmëngjes me episodin e 10 të sezonit 5 podcastin Flasim dhe fillojmë me shënimet e javës. Javën që kaloi zhvillova një vizitë në Jordani, i mikpritur në mënyrë shumë të veçantë nga mbreti i Jordanisë, Abdullah II, një monark i respektuar botërisht, një mik i çmuar i popullit shqiptar dhe një mik shumë i mirë imi personalisht. Patëm iniciuar bashkërisht një dekadë më parë procesin e Akabës, një nismë në kuptim plot e udhëhequr dhe fokusuar në përballjen e qartë me terrorizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm, nën kujdesin e veçantë të madhërisë së tij. Në raundin e takimit dhjetorit, Shqipëria ishte në krah të Jordanisë, duke bashkëkryesuar tryezën e madhe të udhëheqësve të komuniteteve fetare të Ballkanit, ku morën pjesë dhe udhëheqësit e komuniteteve tona fetare, gjë që do ta përsërisim duke e zgjeruar vitin e ardhshëm këtu në Shqipëri së bashku me madhërinë e tij. Arti i prodhimit lahutës, i të luajturit dhe i të kënduarit me të, është shpallur zyrtarisht pjesë e trashëgimisë kulturore botërore, jo materiale të UNESCO-s në listën që kërkon mbrojtje urgjente. Ky është një nga sukseset më domethënëse të Ministrisë sonë të Kulturës dhe Turizmit në mbrojtjen dhe promovimin e identitetit tonë kombëtar dhe kulturor. Dosja, e përgatitur sipas standardeve më të larta të UNESCO-s, u dorëzua në mars 2024 dhe dua t'i falenderoj për punën të gjithë ata që u përfshin me pasion në këtë proces. Një tjetër moment i bukur i javës ishte 100 vjetori i urdhrit të Skënderbeut. Një urdhër i shpallur në vitin 1925 nga aso kohe republikani Ahmet Zogu. Një urdhër i cili në 100 vjetorin e vet erdhi edhe si rilindje e sistemit europian shqiptar të urdhrave dhe të medaljeve. Një urdhër për të bashkuar në një sistem të ri europian vlerash, sa të ri aq edhe të hershëm tradicional, të shkuar dhe të tashmen. Duke përkujtuar me solemnitetin që e meritonte 100 vjetorin e urdhrit Skënderbeut, i cili e reintegroi Shqipërinë në konstelacionin e sistemeve europiane të urdhrave dhe medaljeve, duke dhënë fund asaj shpërndarjes pa kritere pa karar të atyre teneqeve të shëmtuara, si rezultat i një degradimi 80 vjeçar, fillimisht me sistemin e dekoratave sovjetike dhe pastaj me sistemin pas sistem në kaosin e dekoratave masovike, po i quaj. Jam krenar që më në fund Shqipëria ka edhe kancelarinë e urdhrave dhe medaljeve, e cila është një tjetër ngrehin institucionale e sistemit europian të urdhrave dhe medaljeve, një shtëpi e munguar e kujtesës dhe kujdesit për vlerat e qytetarisë dhe të shtetësisë, të mishëruara ndër urdhra dhe medalje, dhe që do të shërbejë dhe si një muze i meritës së lartësuar në nderim dhe vatër frymëzuese për shoqërinë dhe për gjeneratat e reja. Takimi me temën Rinia 2030 në programet e punësimit nuk ishte një nga ato takimet e zakonshme që herës duhen bërë, por ishte një takim me të rinj përfitues nga programet për nxitjen e punësimit, për të cilat Shqipëria sipas OECD-s ka zënë vendin e parë në rajon. Kjo është diçka shumë pozitive, sepse flet qartë që puna që kemi bërë gjithë këto vite për ndërtuar një skemë shërbimesh punësimi moderne na ka dhënë një rezultat inkurajues. Sot kemi 7 programe që funksionojnë për të nxitur punësimin duke mbuluar të gjitha kategoritë dhe që shkojnë nga praktikat profesionale tek formimi në vend e punës, nga vetë punësimi tek riintegrimi social.
Një tjetër e dhënë që është mirë ta dini dhe ta dinë të gjithë të rinjt që krejt normal janë skeptik, janë mosbesues, janë madje indiferent ndaj këtyre skemave dhe këtyre fjalëve, është që vetëm brenda këtyre 5 viteve të fundit 42.000 të reja dhe të rinj janë punësuar përmes zyrave tona të punës dhe përmes këtyre shërbimeve dhe në këtë shifër 7.500 janë individ që kanë përfituar pikërisht nga programet dhe sot janë në punë. Përmbi këtë strukturë që ne kemi ndërtuar vit pas viti, kemi dhe garancinë rinore europiane, e cila është pjesë e një programi gjithë europian, ka një model shumë të suksesshëm, zbatohet dhe në Shqipëri, falë një financimi masiv të Bashkimit Evropian për 63 milion eurosh, dhe janë 2200 vajza dhe djem që janë, si thuash, grupi i parë që po përfitojnë nga kjo garanci rinore, objektivi i cilës është që 60.000 vajza dhe djem të mbështeten në të gjithë vendin e të gjitha kategoritë brenda këtyre viteve të këtij mandati të qeverisë që sa u ke nisur prej kësaj garancie. Këtë javë, SPAK-u zgjodhi drejtuesin e ri, i cili do të pasojë Altin Dumanin, kryeprokurorin që e ngriti institucionin në një nivel tjetër, duke e kthyer fal në radh parë forcës së shembullit të tij në një fakt konkret, historik do të thosha pa egzagerim, atë që duke një parull e parealizueshme kur unë e përsërisja gjatë kohës së betejës për të kaluar reformën drejtësi dhe më pas në rrugën e implementimit të saj. Një drejtësi që nuk sheh majtas e djathtas, po vetëm drejt. Për këtë fakt i përcjell edhe një herë Altin Dumanit shprehjen e respektit tim, si dhe uroj çdo të mirë në vijim. Ndërkohë që kryeprokurorit të ri Klodian Brau i uroi ta çojë SPAK-un në këtë 3 vjeçar të fundit të ciklit 9 vjeçar në një nivel tjetër, për sa i takon profesionalizmit në luftën kundër krimit të organizuar dhe sidomos në luftën kundër korrupsionit, e cila nuk mund të konsiderohet e përmbushur plotësisht me sukses nga ana e atij institucioni nëse maskohet me statistikat nxjerra nga thonjza thesi i madh, siç quhet neni i mjegullt i shpërdorimit të detyrës, për cilin sapo ka dalë dhe një direktive re e BE-s, pikërisht për të reflektuar mbi shqetësime që nuk janë vetëm tonat, apo me lëre mediatike të llojit Big Brother, me transkripte telefonash të nxjerra në shkeljet ligjit nga dosjet hetimore, për cilat po ashtu BE-ja ka korniza shumë strikte ligjore. Kam shumë besim, se eksperienca e 6 viteve arritet e pa diskutueshme, si dhe mundësisht modestia e domosdoshme për të parë me sy vetkritik punën e deritanishme, mund ta çojnë SPAK-un në nivelin ku duhet të jetë 3 vjet nga sot. Gjykata kushtetuese hoqi pezullimin e zëvendës kryeministres dhe vendosi ta gjykojë çështjen në themel në fund të janarit. Në aspektin ligjor u eliminua një precedent unik në botë dhe u zbraps nga gjykata më e lartë e vendit një brutalitet alla shqiptarçe në interpretimin e ligjit, i cili goditi organizmin demokratik të shtetit. Ndërsa në aspektin ndërinstitucional, kjo befasi antikushtetuese dhe antidemokratike, ku një prokuror dhe një gjykatës morën kompetencat e kryeministrit, presidentit, parlamentit, duke tollovitur shtetin dhe duke kthyer një proces ligjor në një gjyq partizan jashtë kornizës ligjit, kërkon medomos një reflektim po kaq ndërinstitucional. Jo thjesht vetëm mbi këtë rast, po në tërësi mbi simptomat shqetësuese të ushtrimit me papërgjegjshmëri të pavarësisë pushtetit të drejtësisë, duke e bërë në jo një rast kurën më të dëmshme se sa sëmundja që luftojmë bashkarisht. Kjo shkreptim nuk erdhi në qell të pastër dhe nuk erdhi as e vetme për fat keq ose ndoshta për fat mirë, sepse paralelisht me pezullimin antikushtetues të një ministri, u shpërfaq këtë herë jo fal një prokurori dhe një gjykatësit vetëm, por fal 2 shoqatash të gjyqtarëve të Shqipërisë, një tjetër brutalitet alla shqiptarçe me hapjen e një gjyqi nga gjykatësit për të rritur pagët e tyre. Po, e dëgjuat mirë, gjykatësit duan të rrisin vetë pagat e tyre. Jo për herë të parë fatkeqësisht, po për herë të dytë. Ata duan të marrin përsëri kompetencat e qeverisë dhe të parlamentit, duke u treguar jo thjesht të zgjedhurve, po vetë zgjedhësve,
se mbi vullnetin e tyre dhe përtej kufive kushtetues mes pushteteve qëndrojnë ata, tokat e zeza të Shqipërisë, me pushtetin suprem të çekiçit drejtësisë së pavarësuar nga politika tani më. Dhe atë çekiç që Republika u ka besuar për interesin e saj të lartë të drejtësisë barabartë për gjithë, ata mund ta përdorkan kur të duan për të hapur me dhunë edhe arkën e buxhetit të shtetit dhe për t'i arritur rrogat vetes dhe sa përkatësisht 1.600 euro plus në muaj për gjykata dhe prokurorit e zakonshme dhe 3.100 euro plus në muaj për gjykatën speciale dhe spaku. Një shprehje e urtë italiane thot due indizi non fanno una prova, dy indicie nuk përbëjnë një provë. Çka sot në fakt po të shohësh se si fajsot njeriu me xhelisin ton politike mediatik përbëjnë jo një provë, po dy dënime. Por unë nuk do të ndjek kursesi logjikën e mbrapsht të dënimit me indicie as në të rast, po të mbetem tek bindja se këto dy indicie të shqetësuese nuk provojnë se protagonistët pavarësisë drejtësisë u ka marrë koka erë. Dhe u shëmbushur mendja se ata janë shteti, ata janë ligji, ata janë drejtësia, si puna e ca trimoshave të BKH-s, për cilët kam dëgjuar shumë çuditëra, po kishin ardhur një ditë në godinën e Këshillit të Ministrave dhe nuk donin të linin patllaken tek dera, sipas rregullores sigurisë së lartë të Gardës së Republikës. Pra, nuk dua kurse si të them se ferrat e mendësive dhe sëmundjet vjetra e kanë marrë uratën e drejtësisë re, por dua të ndaj me të gjithë bindjen se ka ardhur koha një reflektimi serioz, profesional dhe ndërinstitucional për të ndarë beben e sapo lindur nga ujërat e pistë në një proces historik ku duhet garantojmë me dojmos suksesin e reformës në drejtësi. Duhet garantojmë me dojmos pavarësinë e gjyqësorit, po ku po ashtu nuk mundet kursesi të lejojmë me dojmos që kura të bëhet problem më i madh se smundja, duke rrezikuar lirit, të drejtat dhe frymarrjen e administratës dhe të ekonomisë së vendit. Rikthehemi në episodin e 10 të sezonit 5 podcastit Flasim me të ftuarit e përzgjedhur nga letrat drejtuar në emailin e posaçëm të këtij podcasti flasim@kryeministria.al. Duke e përgëzuar për podcastin Flasim, ju shkruajmë nga Nina's Cat Cafe, kafeneja e parë dhe vetmja në Shqipëri, e cila është mbushur me mace që shpëtohen nga rruga dhe që mund të adoptohen. Koncepti i Ninas është i tillë, një kafene e vogël dhe modest, dhe do ta themi këtë gjatë bisedës. Kjo është letra e të ftuarës ardhur prej saj, që e kam këtu bashkë me macen. Po, kjo është Mila. Bashkë me macen e vet. Ndërkohë që një tjetër letër, një tjetër të ftuari është letra e fotos, siç mund ta parafityroni nga emri, ky foto ka të bëjë me drona. Jam themeluesi i dronira.com, një kompani që synon të kombinojë teknologjinë, kreativitetin dhe artin përmes përdorimit inovativ të dronëve. Për festat kombëtare të 28 nëntorit, ekipi ju realizoi një projekt veçantë duke pikturuar qendrin shqiptar me dron në sofrën e shtruar në Shkodër, gjë që besoj nuk ju ka shpëtuar atyre që sidomos ndjekin të rejat inovative dhe pamore nga Instagrami. Dhe besoj, thot Foti, se historia jonë do të ofrojë një perspektivë frymëzuese për dëgjuesit tuaj, shikuesit dhe dëgjuesit në fakt. Dhe duke na falenderuar për konsideratën, na ka shprehur kënaqësinë e veçantë që tjetë tu me ne. Shumë kënaqësi e veçantë, shumë faleminderit. Dhe bashkë me Ingridin dhe Fotin, kemi dhe një të ftuar tjetër që vjen nga një botë tjetër, nga Gjirokastra, dhe shfrytëzon pistën në Gjirokastër
pistën e re, aerodromin e vjetë Gjirokastës, që e kemi transformuar në një pistë parashutizmi, hedhje nga avioni në këtë rast, mbi 3000 metra. Pra, në vazhdën e legendarit Dino Ciccio, nuk e di a keni dëgjuar për Dino Ciccio, këtu kam me Gestina Levanin që ka dëshirë të flasë me kryeministin, thotë, për sa i përket zhvillimit të turizmit sportiv në Shqipëri. Pra, mace, dron dhe hedhje nga stratosfera me kokë. Një kryes njerëzish me një normalitet të diskutueshëm, të cilës kam derit i bashkohem edhe unë sot këtu, se mua shpesherë më kanë dhënë në tukje që nuk jam normal dhe shpresoj që kem drejt. Pavarësisht se me rrugtimin e gjatë ka ndodhur i proces deri diku normalizimi. Atëherë ta fillojmë me macet, me që në një tyrez të tillë kush ka mace ka dhe avantazhin. Shumë faleminderit. Doja të shpjegoja fillimisht se si funksionon lokali ynë. Është si një lokal normal, por përveç njerëzve aty enden edhe macet. Macet janë të gjitha të shpëtuara nga rruga dhe pasi i kryejmë të gjitha analizat dhe kontrollet e përgjithshme të veterineri, ne i mbajmë të lokalit deri në momentin që ato adoptohen. Pasi adoptohen, ne gjithashtu e ndjekim rastet me personat të cilët kanë adoptuar për të qenë të sigurt që janë duar të sigurta. Dhe në këtë lokal macet vinë vërdall apo edhe shërbejnë apo shërbejnë, si ndodh? Jo, janë pronarët aty. Për të shërbejmë ne. Jemi 2 vajza që e kemi marrë këtë iniciativë. Unë kam patur idenë fillestare, por edhe mikja ime Angela më ka ndihmuar me një pjesë shumë të rëndësishme që është pjesa e marketingut dhe ja kemi dalë deri diku. S'më the për macet, do me qa bëjnë macet, të vetëm vinë vërdall? Macet vinë vërdall, do më thonë kanë, kanë atë rutinën e tyre, fillimisht në mëngjes, më falë, se ka qef të rjat. Lëren punë vetë. Fillimisht në mëngjes, pasi u hedh ushimin, fillojnë që luajnë me njëra tjetrën, fillojnë që vinë edhe klientët e parë dhe luajnë me to. Në drek kanë orarin e gjumit dhe në darkë fillojnë që aktivizohen përsëri dhe luajnë me klientët prapë. Sa mace keni? Për momentin kemi 7 mace, por maksimumi i maceve që kemi mbajtur, duke qenë se nuk është një lokal shumë i madh, kanë qenë 10. Unë fillimisht kam menduar se do mbaja vetëm 5, po duke parë nevojat dhe kërkesat e shumta të njerëzve dhe vullnetarëve që na kanë shkruar, nuk kam patur çfarë të bëj tjetër, sepse në rast se unë shikoj një mace që është në nevojë, më duket sikur nuk kam asnjë rrugë tjetër përveç se ta ndihmoj. Respekte. Vazhdojmë me macet e teknologjisë. Me macet e teknologjisë, me dronët. Ti ke lindur jo larg nga Gjirokastra, në Sarandë. Dhe jeton mes Shqipërisë dhe Greqisë, siç kam unë informacionin, më korrigjo nëse. Është e vërtet, edhe mes Dubait, sepse kam dhe aktivitete aty, po jam shumicën e kohës mes Shqipërisë dhe Greqisë. Ideja me dronat filloi në botërorin e Katarit para 4 vitesh, ku kam vajtë si spektator, edhe u frymëzova që ta kthej këtë gjë, nuk isha asnjë lidhje me fushën, të jem plotësisht i sinqert. Studiova shkenca politike, isha në institucione financiare. Thjesht më frymëzoi spektakli që pash, nga që nuk kam
ndoshta në një në një talent arti vetë, vendosa të mësoj se si të pikturoj një qiell në këtë rast. Kisha shumë interes bashkëpunime të rëndësishme me Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara, më ndihmuan shumë që ta realizoj këtë projekt. Edhe kisha dhe njerëzit e mi të afër gjatë gjithë rrugëtimit për ta sjell këtu. Ndërkohë, ti u largove nga Gjirokastra, shkon në Itali. Unë jam larguar nga Vlora. Unë mund të themi që jam adoptuar nga Gjirokastra në këto 3. Ti je Gjirokastrit apo e Vlonjës? Jo. E pra se edhe të them drejtën, Unë nuk do të korrigjoja. Thash një Gjirokastrit që hidhet 3000 metra pa ditur se që gjen. Në fund është që shumë, po i referoa Dino Qizos, thash pasardhja Dino Qizos, ka qenë një Dino atje që ishte ka shkruar dhe Ismaili për të, njeriu që donte të fluturonte dhe që bënte dhe kraje dhe bënte avion ku diun. Edhe thash, po jo, tani përkon niveli i normalitetit me origjina, tani jemi rregull nga Vlora, po, edhe i keni Itali. Po, në 98. Unë jam çup piloti, babi ka qenë pilot ushtarak, mik, kështu që kur kam qenë fëmijë, në momentin që fluturonte, ngrija gjithmonë kokëlar dhe dohet isha dhe unë të fluturoja. Dhe pas 33 vitesh, mund të themi, nel mezzo del camin, thot Dante, në atë moment dhe unë mbas rrit ato pjekurin dhe thash prit një sekond, sepse dua të jetoj dhe të realizoj ato dëshira që kisha kujtuar se nuk se i kisha vënë atë në kaset, po i kisha hedhur fare. Dhe fillova të nxjerra një nga një, kështu që para ishte ajo të fluturoja. Pas asajt, provova hedhjen me parashut dhe në atë moment, për herë të parë, në jetën time, mund të them që gjeta vetveten në atë rënien të lirë. Ma shumë. Edhe tani vetëm ku të gjesh rastin të hidhesh. Ndërkohë që ai po fliste për dronin, unë po thosha dale deri në sa kile mban, në çfarë lartësie vete. Tash kjo ka punë vetë. Kjo ka punë vetë. Kemi një pyetje? Do mikrofoni. Nuk është bisht miuaj, është antena e mikrofonit. Po emrin e vetë e di? Macet e din emrin? E din emrin e tyre, po thjesht zgjidhin mos të përgjigjen. Janë shumë të mençur thonë apo jo? Jo, nuk ka lidhje. Domethënë edhe macet janë, po thjesht kanë atë karakterin pak indiferent edhe keq kuptohen. Po këtë aktivitet e filloi në Itali. Po, si aktivitet e fillova në Itali, fillimisht duke provuar hedhjen ndyshe me një instruktor, duke kuptuar që ishte diçka që doja ta bëja, ti desha vetëm sepse instruktori në atë moment ishte diçka e tepërt për mua, sa e rita në tokë, gjë e parë që bëra, kisha babin aty që po priste, pa njëri tjetrin në përsy, i tha instruktorit sa kushton kursi. Nuk fola. Babi e kuptoi më njëherë, nga që kishte një... Çfarë ngrën kjo? Ka ngrën mish? Fillova fillimisht duke punuar në ambientin e parashutizmit, duke palosur parashutat, pastaj fillova kursin si parashutiste, janë 9 vjet që unë punoj në Itali dhe 3 që tani 2026 e bie viti 4, që i organizoj në Shqipëri, sepse nuk ekzistonte. Dhe ajo dëshira e parë që unë ishte që të fluturoja në Shqipëri. Kur japin një librez në një shkollë parashutizmi dhe të thonë, kjo është libreza jote, ti me këtë librez mund të vesh të fluturosh në gjithë botën, unë jam shqiptare. Dëshira ime ishte të fluturoja këtu. Dhe se bebi u bë aerodromi i Gjirokastrës apo të bërë para? Atëre, aerodromi i Gjirokastrës e kemi bërë njëkohësisht, ose më mirë. Kam ngulitur aq shumë që për të bërë një organizim aktiviteti skydiving mund të bëj vetëm në një aerodrom të certifikuar. Kështu që luftuam me shoqatën
Federatën e Sporteve të Ajrit dhe me ACën që të bëj certifikat dhe me Flamurin, kryetarin e bashkisë në Gjirokastër. Po mos kishte qenë kjo bashkëpunim trio, që unë i kam bezdisur shumë të them të drejtën, në mënyrë të tillë që të bëj certifikimi. Sepse unë pa një certifikim të aerodromit nuk mund të vinte një avion, se po të vinte avioni parashutisë, më thoshin ne vim, avioni ulet në pistë, pastaj jemi detyruar ta zmontojmë e ta sjellim të zmontuar në Itali. U bëj certifikim, që mund të them ishte hapja e asaj dritares, ajo dritarja ndaj Shqipërisë për sa i përket turizmit të ajrit. Po tani aty bën aktivitete vazhdimisht. Organizoj 2 aktivitete gjatë vitit, sepse unë si Egestina Skajdajv Albania jam unë dhe të apasionuar pas parashutizmit këtu në Shqipëri. Por jemi një shoqat e vogël, po sa lindur, kështu që ajo që më ndihmon është dhe një shoqat italiane, janë parashutistët e Italisë, të apasionuar pas parashutizmit ushtarak, ata kanë një histori për 100 vitesh si strukturë shoqate dhe vinë nga Italia të hidhen në Gjirokastër. Avioni dhe instruktorët i sjell nga Italia, por gjithmonë duke kërkuar në AC autorizimin për të bërë aktivitet në Gjirokastër, në pistë të certifikuara dhe me gjitha standardet. Ingrid, ti je diplomuar për punë sociale. Punë sociale, po. Dhe këtë pasionin s'do të hiqë. Mos do ta marrësh? Që ti kush të adaptoj. Këtë pasionin për macet e ke pasur më parë apo Unë në fakt e kam patur për të gjitha kafshët gjatë gjithë kohës dhe gjithmonë jam konsideruar si një njerëz që ndjen pak më shumë se ç'duhet ose diçka e tillë, por në para 3 vitesh kam adoptuar macën time, Nina, që ka marrë edhe emrin lokale, dhe aty sikur jam futur pak më tepër në botën e tyre. Dhe fillova më pas të ushqeja macet në lagje, mbaja gjithmonë ushqime vete, derisa hapa sapi arrita deri tek lokali. Lokali ku është? Në Myslimshyr, po. Por lokali quhet Nina's Cat Cafe, se bëjmë edhe çik reklam ne, ke parasysh. Faleminderit. Nina's Cat Cafe është tek rruga Myslimshyri, rrugë e Boshëm. Nëse doni të takoheni me shumë mace në të njëjtën kohë, shkoni atje, macet janë të mësuar, me sa kuptoj. Rinë mirë, ja, shipe, rinë mirë. Dhe ka shumë klient. Po, ka klient. Aty mund të adoptoni mace? Po. Mirë të ashtu. Po, shumë mirë. Foti po kur ju dedikove kësaj punës pikturimit në qiell me dron, u lidhe me ata që i disponojnë këto apo krijove një biznes tënd me këtë? Duhet të lidhesha me njerëzit. Po patjetër, po pastaj nuk kemi vënë vullën tonë në dronin ton akoma, sepse është një gjë me shumë kosto që nuk përballohet. Por dëshira është që në të ardhmen ne të... Në aktualisht juve thjesht, domethënë keni bashkëpunim me një... Ne kemi dronat tona të blerë. Po pra, edhe pastaj me dronat të blerë dhe me bashkëpunim me të tjerë, juve organizoni këto afresket e ajrit, po themi. Faleminderit. Sa dron keni? Tani kemi një flot rreth 500 dronash në Greqi. Edhe synimi është që... Po pse Greqi çfarë bën atë Greqi? Nuk jam shumë dakord, por për shkak të EASA-s, që është legjislacioni europian, që ne duam të kapim dhe Europën, nuk duam të aktivizohemi vetëm Greqi, Shqipëri, duhet që fillimi të bëjë aty që të mirënim aprovimin nga Bashkimi Evropian në përgjithësi. Tani në Shqipëri ke bazën tënde këtu? Është duke u formuar, operojmë në Shqipëri, normalisht me ata karnet për momentin, ekziston... Çfarë është atë karnet?
Ata Karnet është hyrje përkohshme e mallit dhe të falenderojmë dhe të gjitha instrumentet e shtetit që na i mundsojnë këto gjëra. Dhe vazhdojmë punojmë kështu. 2026-ën kemi një vizion shumë të madh përpara. Ne po punojmë përveç drone show-ve që është një formarti edhe duam të ulim kostot që çdo njeri të ketë mundësi të ketë momentin e tij në qiell. Duam gjithashtu që të bëjmë edhe gjëra më praktike me drona, të kapim zonat rurale për njerëzit e moshuar që vështirësohen, të mbrojmë ambientet gjatë sinës së verës, duke filmuar, duke kapur vatrat e zjarit shpejt. Doni të hyni në një gamë shërbimesh më të gjerë se sa thjesht ajo. Janë 2 projekt biznesi që punojmë dhe është dhe një gati që e kemi me Hellenic Drone që është në zonën e mbrojtjes, e cila është për identifikimin e mjeteve ajrore në zonë shumë të largët, ka të implementuar AI brenda, edhe mund të gjej një zog në 2 kilometra larg. Është mace që fluturon gjithashtu. Po. Mace hekuri. Po për skydiving Albania cili është objektivi, cila është ambicia për të shkuar ku? Sa antar keni në këtë? Atëre, si shoqat, për sa i përket shoqatës vet, jemi për momentin 5. Por nuk është se më duhen akoma më shumë persona. Jo, di. Okay. Jo, sa arrini të aktivizoni në këto aktivitete që bën Gjirokastër? Si persona që vinë që marrin pjesë nga Italia, 150 veta se herë që unë bëj një aktivitet që janë parashutista nga Italia. Kurse nga Shqipëria, është ajo që mua më abiti, të them të drejtën, sepse në këto 3 vjet ka një numër gjithmonë më i madh. Pse ju të abiti aty? Mendoja që s'kishte të çmendur në Shqipëri edhe që ishin po tani ishin me pakic, po këtu. Unë fillimisht e mendova për turizmin, duke menduar që pse u abite? Sepse nuk e prisja që të kishte kaq shumë shqiptar që do kishin dëshirën që të provonin parashutizmin. Dhe jo një herë, po të vinin të hidheshin 2-3 herë, të bëjnë kursin për parashutizëm, të vende në Dubai të bëjnë parashutizëm, siç ka provuar dhe ai. Dhe kërkesa është rritur aq shumë. Se i çmendur nuk është ai që e bën një herë, i çmendur është ai që nuk ndalon edhe kur e shef rrezikun vazhdon, kështu që që ju e hapë duke thonë që nuk jam normal. Unë nga ana e formimit që kam, çdo të thotë normal për një. Nga ana e formimit se. Unë kur them të çmendur, unë kam kompliment që ta dish. Edhe për mua. Së për mua komplimenti parë që më thonë, kjo është e çmendur. Unë them, okay, do thotë që unë nuk jam e vdekur. Eksakt. Edhe një xhiro të fundit të bisedës, njëjtën pyetje që i bëra 2 të tjerë, po ta bëj ty. Ku doni ta çoni këtë punë? Ideja është kjo ishte vetëm hapi i parë, patjetër. S'do rini tani të prisni pensionin në një kafe, tani besoj që ambicia është shumë e madhe. Po, patjetër. Ideja është, ky ishte vetëm hapi i parë. Ajo që synojmë ne është një stres, sepse me informacionin që kam unë, ka vetëm 2 streha në Shqipëri që janë në Shkodër dhe janë të mbipopulluara që të dyja me shumë mace. Dhe nuk ka asnjë stre tjetër, sidomos në Tiranë, që është pak qyteti më i madh dhe ka më shumë mace ndacake. Kështu që ky është vizioni ynë, por normalisht për këtë na duhet bashkëpunimi me shtetin, sepse ne deri tani, me thënë të drejtën, nuk kemi patur asnjë fitim
personal nga e gjithë kjo dhe më shumë se biznes është diçka që ushqen shpirtin, do thoja. Por duke hapur Strea, mendoj që do bëjmë një ndryshim real dhe përveç kësaj, nëse mundem, doja të sugjeroja që të bëhet sterilizimi i maceve të rrugës. Nuk është e thënë patjetër që ato të gjitha të shkojnë nëpër Streha, por në rast se nuk bëhet sterilizimi i të gjitha maceve që ndodhen në rrugë, atëherë këtë problem do vazhdojmë ta kemi gjatë gjithë kohës, sepse një mace patjetër lind shumë të tjera dhe vazhdon një njëjti problem. Kështu që kjo është diçka e rëndësishme dhe përveç kësaj, 60% e maceve endacake janë mace të abandonuara nga pronarët e tyre. Diçka që mund të ndihmonte në këtë rast është detyrimi i pronarëve që t'i vendosin mikrochip dhe në rast se ata i braktisin të mbahen përgjegjës për veprimet e tyre. Gjithashtu, do doja të flisja edhe për faktin që rinia ose fëmijët nuk janë mjaftueshëm të edukuar me mënyrën se si duhet të trajtojnë kafshët. Ne mbaj mend kur kemi qenë të vegjël, kemi patur nëpër ato librat tan nga lopa marrim qumshtin, kurse nga qingji marrim leshin, po nuk kemi patur asnjë informacion mbi mënyrën se si duhet. Tani edhe nuk ka raste që nuk njohin më çfarë është mace, çfarë është qen, domethënë. Se janë të zhytur në teknologji, janë të zhytur nëpër filma, janë të zhytur nëpër ato fytyrat e ndryshme të atyre kukullave dhe i ngatrojnë. Por ajo që doja të thosha unë është që spari ne kemi një program, kemi disa programe, po them po e fus në një kornizë, një cikël të tërë programesh për mbështetjen e të rinjve që duan të vetëpunësohen, e të rinjve që duan të bëjnë startupe, e të rinjve që duan të bëjnë projekte në dobi të shoqërisë. Dhe duke qenë se këtu ka një rrjet gjithmonë më të interesuar dhe më të zhvilluar njerëzish që kujdesen shumë për kafshët dhe që ndonë mas kafshëve dhe që kanë pasion kafshët. Është e pabesueshme që nuk ka stresa, të cilat funksionojnë vetëm nëse ata që i menaxhojnë janë njerëz të përkushtuar se mund të ndërtosh një stres, se s'është problemi ta ndërtosh muret, por do është fatkeqësi pastaj që aty të jenë njerëz që nuk e kanë iden edhe bëjnë më shumë dëm se sa bëjnë mirë. Kështu që bëni një projekt. Ne kemi gati. Përfitoj nga rasti, t'ja u them edhe atyre që të gjojnë në gjitha qytetet ku janë, edhe në Tiranë, se Tiranë nuk është se duhet njitën shumë. Bëni një projekt, edhe aplikoni, flisni, prezantoheni, edhe ne fare mirë mund të mbështesim, s'kemi asnjë problem të mbështesim projektet të kësaj natyre. Ashtu si kundër, me shumë kënaqësi do mirëprisnim edhe projekte të natyrës ligjore që të na vijnë para syve dhe të na vijnë në vëmendje. E njëjta gjë vlen edhe për teknologjinë, vlen edhe për të rinjt në fushën e startupeve. E kemi trefishuar buxhetin këtë vit për 2026 për mbështetjen e punësimit, e formimit profesional, e startupeve, e vetëpunësimit. Kështu që shikoj ato programet se mund të merrni edhe ndonjë mbështetje nga shteti. Unë e di që ju edhe keni lek plot. Jo, se s'është ashtu. Në Greqi, po nuk është ashtu, edhe s'ka qenë kurrë me vendin fqin kështu. Megjithatë, faleminderit që ofroni, nuk i kam qenë në dieni për këto lloj programesh. Nuk i kam kërkuar, jam munduar vetë për çdo gjë që vetë edhe me ortakët, me grupin tim të punës,
kanë sakrifikuar dhe ata në momente të vështira. Edhe mund të bëni edhe programe të kombinuara, për shembull festivali i fluturimeve mund të shoqërohet në mbrëmje me një festival dritash, kështu që e njëjta gjë është qielli. Ngërës syt nga qielli ditën bien njerëz, ngërës syt nga qielli natën ndizen qindra drita. Keni një pyetje për mua ju? Po, më falë. Po, se tani kemi edhe pjesën që duhet përgjigjem unë. Po. Tani ka ndonjë, ka dhe një pyetje e fundit e imi. Tani ka ndonjë, domethënie kjo zonjusha është zonjusha, po është duket. Ka ndonjë domethënie që kjo nuk po lëviz nga këtu dhe po ndihet mirë. Të ka adoptuar. Ka adoptuar kjo. Ashtu quhet. Dhe pikërisht këtë doja të pyesja, pas kësaj bisede që bëm, mendoni se do adoptonit në një nga macet tona? Macet shiko, ne në shtëpi kishim një qen për shumë vite. Unë nuk e kisha imagjinuar që ndarja do ishte aq e tmerrshme. Realisht, ishte një gjë, një dhimbje, do ishte shumë e tmerrshme. Edhe patëm një periudhë ku jetuam me frikë idenë që ta zvendësonim, se jemi edhe në një fazë tani që nuk i dum lajmet e këqija. Edhe tani jemi duke marrë një qen tjetër. Unë kam, si që vurere në fillim, kam paragjykime për macet, sepse më kanë thënë që macet janë patru, qend janë të mëndshur. Ti po më ndryshon në opinionin, kështu që hap pas hapi do përpiqem që të mësoj lidhur me macet për shkakun e këtij takimi, se në fund të ditës jetën e vendosin takimet. Vërtet, shumë Jetën nuk e vendosin as studimet, as titujt shkencor, as gjitha ato duhen, po në fund jetën e vendosin takimet. Edhe prirjet interesa. Dhe të premtoj që unë do të jem mbështetës i maceve, po që të arri deri në pikën që ta adoptoj një vetë, nuk më duket se jam në gjendje ta premtoj. Çdo gjë bëm aki. Urdhëro, cila ishte pyetja? Jo, kjo ishte, dhe doja edhe të pyesja, keni ndonjë plan konkret për 2026-ën për mbrojtjen e kafshëve, apo ne që kemi projektet mund t'u dërgojmë edhe pastaj të... Unë ju lutem që të jeni proaktiv dhe jam shumë i vetëdijshëm që kemi shumë borxhe ndaj kafshëve. Një borxh të gjatë madh mendoj që kemi shlyer, domethënë kemi ndaluar sportin e vrasjes masive të kafshëve me pushk. Kemi ndaluar gjuetin për një periudhë tani më të konsiderueshme kohe, ka dhënë efekte shumë të mira në ripërtritjen e faunës, ka hymtari ilegale, një vëmëtari që se kam kuptuar kur dhe më në qërë është ky pasioni madh për të vrarë kafsh. Po, gjithsesi, do më thënë, tani kemi një situatë tjetër, si që kemi dhe një situatë tjetër edhe me pyet nga, edhe aty ka vëmëtari ilegale, po, kështu për te kësaj të them drejtën nuk është se kemi në një gjë tjetër me cilën mund të jemi krenar që kemi për në këtë pikë dhe jemi në deficit madh. Por, si që thash, është e kohë që të hysh t'i bësh këto gjëra nëse nuk ke partnerët e dur dhe nëse nuk ja u lë atyre që e kanë pasion të merren me të punë. Është pasion ky, nuk është diçka që bëhet hajtë se po bëjmë një punë. Se kjo të adopton. Po kjo do pastaj të merresh me këtë gjithkohës, nuk është hajde se me që u gjendëm këtu, po të adoptoj edhe pastaj mirupafshim. Kjo s'të ndahet më, apo ja. Do pasion, do shumë pasion, kështu që çfarë do qoftë që doni nga ne.
Nuk di a do jemi gjendje të përgjigjemi të gjithë kërkesave, por çfarë mundemi të bëjmë, do ta bëjmë dhe unë jam shumë i gatshëm që të përgjigjem edhe personalisht për të. Shumë faleminderit. Më shumë tani mos më kërkoj që të marrë macën e vetë. Ta bëj dhe unë një pyetje. Po, patjetër, si mos do Është pyetje inspirimi, nuk çfarë tjetër më pyetjet s'ka. dua të pyes cila është ëndra e Edit, jo e kryeministrit të Shqipërisë, e Edit kur e gjithë kjo ndoshta nuk do jetë më ky vend kryeministri i Shqipërisë. Cila është ajo që Edi ëndërron të bëjë në të ardhmen? E kam thënë këtë gjë unë edhe herë tjera që uroj shumë se nuk e dim të ardhmen. Unë mua jeta që e kam pasur dhe e kam si film më kam mësuar që ndërkohë që ne bëjmë plane, jeta ndodh. Edhe ti mund të jesh duke bërë një plan shumë të bukur, ndodh diçka, ndryshon gjithçka. Gjithsesi kjo nuk do të thotë që njerëzit mos Ndërrojnë. Jo, të ndërrojnë patjetër, po plane, se kur të ëndrat në rregull jemi me plane. Kështu që unë uroj shumë, shpresoj shumë që të kem dhe një jetë tjetër, se kam pas 2 deri tani. Edhe që t'i kushtohem gjërave që nuk i kam detyrë, por i kam dëshirë, dhe vetëm dëshirë. Edhe të merrem me rroba qepsi, për shumë. Edhe të merrem me gjëra që kanë të bëjnë me ato pjesën tjetër të talenteve dhe të pasionet mia që kanë të bëjnë me artin, që kanë të bëjnë me të folurit, që kanë të bëjnë me gatimin, për shumë. Unë kam pas ditur dikur, tani shqyqyr Zotit që kam dikë që gatuan për mua në mënyrë të jashtëzakonshme, edhe nuk më mungon kjo gjë. Thjesht po shumë me shije. Kështu që kjo është ajo para shumë gjëra që do doja unë bëja, doja të merresha me shijen në aspektin e shqisave. Pra në fund të gjitha këto dalin te kuptimi i vërtet që çfarë do që bëjmë në fund kur të kemi kohën tonë dedikohemi diku që na pëlqen. Jo, mua më pëlqen shumë dhe kjo që bëj tani, nuk absolutisht. Nuk e vë në dyshim absolutisht. Unë e bëj me shumë dëshirë dhe me shumë, por kjo është shumë impenjative, sepse të vendos përpara shumë gjërave që ti nuk i zgjedh, po të zgjedhin. Kupton? Unë dyshimi është ky. Edhe kur thash gjëra që kam dëshirë, në kuptimin që shpresoj që të kem mundësi që të bëj gjërat që zgjedh unë, jo që më zgjedhin mua. Ne jemi duke folur bashkë, vjen një lajm, ka larg qoftë një përmbytje, do të merresh me përmbytjen, për shumë. E të tjera. Domethënë, tjetër është që ti të shkosh te macet, tjetër është të vinë macet ke ty. Kjo është ideja. Po, shumë faleminderit. Tani ëmbëlsira në fund. Po. Kështu të qelloj. Duke lidhur me shprehjen që thatë, ajo që unë shikoj, ose ajo që unë fillimisht ishte diçka për të realizuar një ëndrën time, po pa menduar që ajo ëndra ime ishte edhe ëndra e shumë shqiptarëve të tjerë që erdhën dhe shprehën dhe realizuan. Ajo që mua më jep forcën për të vazhduar, për të organizuar aktivitetin e Skydivit në Shqipëri, nuk është më diçka imja, vetëm për veten time. Pasioni im, puna ime, biznesi, sepse unë kam shumë stres. Duke qenë vetme që të merrem si me shqiptarin që vjen që do të hidhet, si me italianin që vjen nga jashtë, si me të huajin, kështu që. Por në momentin që bëjnë atë hedhja nga avioni, ulem poshtë, vinë më përqafojnë dhe më thonë faleminderit për dhuratën më të bukur të jetës këtu në Shqipëri, më jep atë forcën që të organizoj edhe një tjetër. Dhe nuk e prisja që kjo gjë që ishte aq e vogël,
unë adrenalinën e vërtet nuk besoj e kam ndjerë 10 ditët e para atit certifikimit të aerodromit të Gjirokastrës. Sepse ishte përgjegjësi shumë e madhe. Dhe ja dola. Sot gjendem që nuk po flas vetëm për skydiving. Po flas për ata shqiptar që gjatë gjithë javës, gjatë gjithë kësaj jete, kanë atë stres. Unë e Gestina gjeta se si ta heq në fundjavë duke hedhur që ato problemet. Unë i hodha nga avioni, ngelan tje për ajër, unë zbresposh jam komplete, që busqesh edhe pse jeta nuk ka qenë fare lehtë me mua. Kështu që unë kisha 2 pyetje. E para, kur do vini të fluturoni? Unë të fluturoj, asnjëherë. Asnjëherë. Unë u bëra 60 S'ka limit moshe për të hedhur nga avioni me instruktor. Bëra 61 vjet që fluturoj unë, kupton, kështu që unë fluturoj ndryshe, po fluturim që unë të lëshohem nga 3000 metra drejt tokës, kjo më mirë marr 3 mace se sa të fluturoj, me thënë drejtën. Pyetja e dytë. Pyetja e dytë tani, jo më si Edi Pashsor, por si kryeministër. Si mund të më ndihmoni që të përgjigjem kërkesave të shumta që kam, jo vetëm nga shqiptarët që duan të bëjnë kursin për parashutizëm këtu në Shqipëri, por gjithë atyre parashutistëve që nga gjithë bota duan të hidhen në Shqipëri dhe të organizojnë kampionatet botërore. Sepse unë jam dhe përfaqësuese Shqipërisë në faj. Është përgjigjja është e njëjta gjithmonë, projekti bën të mundur mbështetjen. Kështu që me njerëzit e tjerë, me Bashkinë e Gjirokastrës, me Federatën, bëni një projekt, dhe thonin, ky është projekti, duam të sjellim këtë kampionat, duam mbështetjen tuaj edhe ta shohim patjetër. Mirë, shumë faleminderit, ishte kënaqësi, tani si bëhet me këtë që ma dëmtoi. Do ta marr unë. Do ta marrësh ti, po mirë. Kjo ishte biseda e episodit të 10 me Mace për vërteti, Mace prej hekuri, edhe njerëz Mace që fluturojnë, të gjithë këto që fluturojnë.